Zinaja, sendi fleqët është. Më konë sendi mirë, njëri kështë e marrë me e qitë grune e vete, qikën e vete, nonën e vete, motrën e vete. Shtu ka një djali i ri, ka thënë Resulullah s.a.s. Idhen li fi zina. Ja Resulullah, më lejo me bo zina. Tu qenë ndërës pejgamberëm, sikur tash jam që të në më që unionit me thonë, hoq, a bon me shku na me shekërladis në gjatë e që majtë me bo diqka. Edhe Resulullah s.a.s. ka shujt, thanë zarseniti, do thanë e ka një për si pëlqej. Po ka shujt, pejgamberëm me ka vazhdu fjalimin e vetë. Nëse pyeti tha ku është ai djalë që veti për zina, për prostitucion? Ku është ai? Tha, që ku jam ja Rasulullah? Tha pejgamberi selam, a ki no, a ki tezë, a ki motër, a ki hall? Me ti prek dikush, a ki qef me ti prek? Tha jo ja Rasulullah. Tha kështu janë edhe ato që i prek të janë dikujat, njonat, motrat, tezët, hallat e dikuja. Edhe që tërkuj s'ka qef. Dhe Allah i kishte bo që të ndryshoje zemra e ti, aq shumë u friksu pas kësaj fjale. Dhe u tërpru, sa që kur e thriste dikush nga mrapa, nuk kthehej prej tutës mos pe i shes syni dhe një femen, por e ulte shiqimin dhe priste, deri sa i njëri i vinte për para, edhe e këshyrte veç atë njeri që syni më mos me pa haram.